Qendra e studimeve dhe publikimeve për arbëreshët, e cila funksionon prej 5 vitesh në varësi të Ministrisë së Jashtme, është prezantuar në një takim në Universitetin Fanoli të Korçës me studentë dhe staf akademik të këtij institucioni. Drejtoresha ekzekutive e kësaj qendre, profesore asociuar Diana Kastrati, i njohur të pranishmit me linjën editoriale, ndërsa më pas studiueset prezantuan 23 botimet e qendrës. Synimi është natyrisht që këto libra, të cilët janë me karakter studimor por dhe divulgativ, kulturologjik. Në këtë rast këto të shkojnë tek destinatari i duhur, që janë më së pari studentët. Kultura arbëreshe nuk është një kulturë e shkputur. Është ADN-ja kulturore e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Është një moment shkputjeje i cili mas 500 e sa vitesh, gati 5 shekuj e gjys, arrin të ruajë tiparet gati si në formë laboratorike të asaj çka ishte kultura arbërore në momentin që ato shputen nga trunguam. Kështu që në këtë kulturë kombëtare do ta quajë unë, kultura arbëreshe ka një vendnderi. Të gjitha këto botime ju dhuruan bibliotekës së Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, me qëllim që të përdoren nga stafi dhe studentët për punën e tyre kërkimore dhe shkencore. Takimet të ngjashme do të zhvillohen edhe në universitete të tjera të vendit.